Kjo mesazh nuk erdhi rastësisht. Zoti, krijuesi i gjithçkaje, ka një mesazh për ty, një mesazh që është i destinuar për të arritur thellë në zemrën tënde. Ai të ka parë dhe çdo gjë që ke kaluar ka rëndësi për të. Ti je më shumë se thjesht një numër, je një fëmijë i dashur i Zotit dhe ai dëshiron që ti ta dish këtë. Në Jeremia 29:11, Zoti thotë, sepse unë e di mendimin që kam për ju, thotë Zoti, mendime paqeje dhe jo të këqijave, për t'u dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Kjo është një premtim i fuqishëm. Ai nuk të ka harruar. Çdo lutje e heshtur dhe çdo dhimbje e fshehur është e njohur për të. Mund të ndihesh i humbur, por dëgjo, Zoti nuk është larg. Ai është afër, duke të mbështetur në çdo hap të udhëtimit tënd. Le të fillojmë këtë udhëtim së bashku. Çfarë do të thotë kjo për ty? Çfarë ndihmash dhe mbështetjeje ke nevojë sot? Le të zbulojmë së bashku se si Zoti është duke punuar në jetën tënde, duke të udhëhequr drejt një të ardhme më të mirë. Mund të ndihesh i vetmuar, por kjo është një mundësi për t'u lidhur me Zotin dhe me ata që të rrethojnë. Kjo është një thirrje për të hapur zemrën dhe për të pranuar dashurinë e Tij. Ti nuk je vetëm. Zoti është këtu me ty dhe ai ka një plan. Le të fillojmë të eksplorojmë fardos të fshehur dhe lutje të heshtura, sepse e di se ndonjëherë ato janë ato që na mbajnë zgjuar natën. Dhe nëse thua në zemrën tënde, lutuni për mua dhe vazhdoni të luteni, sepse kam shumë nevojë për të. Më poshtë do të shihni fjalën abonohu. A e shihni? Dua që ta klikoni. Në momentin e saktë që klikoni abonohu, do të bashkoheni me këtë zinxhir lutjesh. Dhe besoj se Zoti do të vizitojë jetën tuaj, shtëpinë tuaj dhe zemrën tuaj. Linku. Mund të ndihesh si një udhëtar në errësirë, duke kërkuar dritën që të udhëheqë. Por, a e di se ndonjëherë, fardos të fshehur dhe lutje të heshtura janë ato që na mbajnë në këmbë? Ndonjëherë, ato janë ato që e bëjnë udhëtimin ton më të fortë, më të thellë. E di që ke fardos që nuk i tregon askujt, lutje që mbahen në heshtje. Por, le të kuptojmë se Zoti i sheh ato. Ai e di se çfarë është në zemrën tënde. Bibla na tregon për Davidin, një njeri pas zemrës së Zotit. Ai kaloi shumë sfida dhe vuajtje. Në Psalmin 34:18, ai thotë, Zoti është afër atyre që janë me zemër të thyrë dhe i shpëton ata që kanë shpirt të mjeruar. Kjo është një premtim i fuqishëm. Kur ndihesh i braktisur, Zoti është aty duke të mbështetur. Ai dëgjon lutjet e tua të heshtura, ato që ndonjëherë ndihesh se nuk i kupton as vetë. Mund të jetë e vështirë të besosh se Zoti është me ty në këto momente. Mund të ndihesh i izoluar, por e vërteta është se ai e sheh çdo lot që ke derdhur, çdo dhimbje që ke përjetuar. Ai e di se sa shumë është përpjekur zemra jote. Në këto momente të errëta, ai është drita që të udhëheq përmes errësirës. Ti je i rëndësishëm për të, dhe asnjë fardos që ke nuk është i padukshëm për të. Mund të ndihesh si një pemë pa fryt, e thatë dhe e humbur. Por Zoti ka një plan për ty, ai dëshiron të të mbush me frytin e shpirtit të shenjtë, të shpresës, dashurisë dhe gëzimit. Ai dëshiron që të dish se çdo lutje e heshtur është një hap drejt ngushëllimit, një hap drejt shërimit. Mos e humb shpresën. Ai është duke punuar në jetën tënde, madje edhe kur nuk e sheh. Mund të jetë e vështirë të kuptosh se çdo vështirësi që kalon është pjesë e një plani më të madh. E di që ndonjëherë ndihesh i lodhur, por lutja jote është një mundësi për t'u lidhur me Zotin. Ai dëshiron që ti të ndihesh i fortë, i mbështetur dhe i dashur. Ai dëshiron të të japë forcën që ke nevojë për të vazhduar. Mund të ndihesh si Mojsi, që përballoi sfida të mëdha dhe kishte frikë të merrte hapin e dur. Por Zoti i tha, unë do të jem me ty. Ai po të thotë ty të njëjtën gjë sot. Unë do të jem me ty. Në çdo hap që merr, në çdo vendim që bën, ai është aty, duke të udhëhequr me dashuri dhe mençuri. Le të mos harrojmë se lutja jonë është një bisedë me Zotin.
Ajo është një mundësi për të hapur zemrën tonë dhe për të pranuar atë që ai ka për ne. Ti ke nevojë për këtë lidhje, për këtë komunikim. Mos e nënvlerëso fuqinë e lutjes. Ajo është një burim shprese dhe ngushëllimi, një mundësi për të ndjerë praninë e tij. Nuk është e lehtë të presësh. Por presja është një pjesë e rëndësishme e procesit të përgatitjes. Zoti është duke të përgatitur për diçka të madhe. Ai është duke punuar në zemrën tënde dhe në jetën tënde për të bërë gati për bekime të reja. Ai dëshiron që ti të jesh i fortë për atë që vjen. Mund të ndihesh se Zoti të ka harruar, por ai nuk e bën këtë kurrë. Ai është besnik. Ai ka premtuar se do të jetë me ty deri në fund të ditëve. Dhe në këtë pritje, le të gjejmë forcën për të besuar se ai po vepron për ne. Çdo fardos i fshehur është një mundësi për të rritur dhe për të forcuar. Çdo lutje e heshtur është një hap më pranë asaj që Zoti ka për ty. Le të vazhdojmë së bashku në këtë udhëtim të besimit, sepse Zoti ka diçka të mahnitshme për ne. Mund të ndihesh i lënë pas dore, por e vërteta është se ai është duke të përgatitur për diçka të re. Le të hapim zemrat tona dhe të pranojmë atë që ai ka për ne. Nëse ndihesh i gëzuar, i trishtuar, i shqetësuar ose i ngazëllyer, Zoti është aty. Ai dëgjon çdo fjalë, çdo mendim, çdo lutje. Le të vazhdojmë të eksplorojmë këtë proces të pritjes dhe përgatitjes, sepse është këtu ku Zoti na formon dhe na shndërron. Ajo që do të vijë është më e madhe se çfarë mund ta imagjinojmë. Nëse e pranojmë këtë, do të jemi të gatshëm për të pranuar bekimet që ai ka për ne. Mund të jesh i sigurt se Zoti nuk të ka harruar. Ai ka një plan për ty, dhe çdo hap që merr është një hap më afër realizimit të atij plani. Le të jemi të hapur ndaj asaj që ai ka për ne. Ajo që vjen është e madhe, dhe ne jemi gati ta përjetojmë së bashku. Kjo është një udhëtim që vazhdon, dhe ne do të zbulojmë më shumë në bllokun e ardhshëm. Le të vazhdojmë të eksplorojmë se si mund të shohim ëndrat tona të ringjallura dhe shpresat tona të rinovuar. Nëse ky mesazh të gjeti në një orë të vështirë, dhurimi yt ndihmon që ky fjalë të mbetet e lirë dhe e disponueshme për shpirtin tjetër që po vuan. Dhuro përmes lidhjes në përshkrim. Ajo që po presim, ajo që po kërkojmë, ndonjëherë duket si një horizont i largët, një ëndër që na ikën gjithmonë. Por, a e dini se çdo pritje ka një qëllim? Çdo moment i heshtur, çdo lutje e papërgjigjur, është një mundësi për t'u përgatitur për atë që Zoti ka për ne. Ai po na formon, po na përgatit për bekimet që do të vijnë. Mund të ndihesh i lodhur, i ngarkuar me barë të rëndë dhe lutjet e tua mund të duken si një zë i humbur në një botë të shrumshme. Por, dëgjo, fëmia im, unë kam dëgjuar çdo lutje tënde. Unë kam parë çdo lot që ke derdhur. Pritja jote është e rëndësishme, sepse është një kohë për të reflektuar dhe për të rritur besimin tënd. Më kujtohet historia e Mojsiut. Ai kaloi 40 vjet në shkretëtir, duke pritur për të udhëhequr popullin e Izraelit në tokën e premtuar. Pritja e tij nuk ishte e kotë, ishte një kohë për të mësuar, për të u rritur dhe për të u përgatitur për atë që do të vinte. Zoti e përdori atë kohë për ta formuar dhe për ta bërë atë udhëheqësin që do të sillte lirinë për popullin e tij. Ndonjëherë ne jemi të ngjashëm me Mojsiun. Mund të ndiheshim të humbur, të bllokuar në një situatë që nuk e kuptojmë. Por unë të siguroj se çdo minutë e pritjes është një hap drejt përmbushjes së qëllimeve të mia për ty. Çdo moment është një mundësi për të rritur besimin tënd, për të kuptuar më mirë veten dhe për të forcuar lidhjen tënde me mua. Pritja është një proces, një udhëtim që nuk është gjithmonë i lehtë, por është i nevojshëm. Unë të ftoj të shikosh brenda vetes, të eksplorosh frikën dhe dyshimet që mund të kesh. Ajo që ndihesh sot, ndonjëherë, është vetëm një reflektim i asaj që po ndodh brenda teje. Unë kam një plan për ty, dhe ai plan kërkon që ti të jesh i gatshëm, i fortë dhe i besueshëm. Le të kujtojmë se çdo pritje ka një qëllim. Në Psalmin 27:14 thuhet, kërko Zotin, dhe ai do të të japë atë që dëshiron zemra jote.
Kjo është një premtim, një fjalë e fortë që na inkurajon të vazhdojmë të besojmë, të vazhdojmë të lutemi, edhe kur gjithçka duket e errët. Përgatitja është një proces që ndodh brenda nesh. Ajo kërkon durim dhe besim. Mund të duket se Zoti nuk po vepron, por ai është duke punuar në mënyra që nuk i shohim. Ai po e përdor çdo situatë, çdo mundësi për të na formuar dhe për të na përgatitur për atë që do të vijë. Mund të ndihesh i bllokuar, por kujto, asgjë nuk është e humbur. Çdo ëndër, çdo shpresë, çdo lutje është ende aty, duke pritur për të u ringjallur. Nëse e pranojmë këtë, do të jemi të gatshëm për të pranuar bekimet që ai ka për ne. Le të vazhdojmë të eksplorojmë se si mund të shohim ëndrat tona të ringjallura dhe shpresat tona të rinovuar. Në bllokun e ardhshëm do të flasim për ëndrat tona të varrosura dhe shpresat që ndonjëherë harrojmë. Çfarë ndodh kur dyshimi na bllokon? Si mund të hapim ato dyert që duket se janë mbyllur për herë? Le të zbulojmë së bashku. Mund të ndihesh i bllokuar, por ndonjëherë është pikërisht në këto momente të errëta që ndodhin transformime të mëdha. Çfarë ndodh kur ëndrat tona janë varrosur thellë, duke pritur të ringjallen? A e ke ndjerë ndonjëherë se shpresat e tua janë të mbyllura pas dyerve të forta, të cilat duken se nuk do të hapen më? Në Bibël, ne gjejmë shumë shembuj të njerëzve që përballen me dyshimin dhe frikën. Një nga këto figura është Mojsiu, i cili, kur u thirr nga Zoti për të çliruar popullin e tij, filloi të dyshonte për aftësitë e tij. Ai pyeti: si mund të shkoj te faraoni? Eksodi 3:11. Ai ndjeu se ëndrat e tij ishin të varrosura në mbarën e përgjegjësive dhe frikës. Por Zoti e siguroi atë se ai do të ishte me të, duke e ftuar të besonte në fuqinë e tij. Të gjithë ne kemi momente kur ndjehemi të humbur. Ëndrat tona, ndonjëherë, duken si të varrosura në mbarën e dështimeve dhe shgënjimeve. Ajo që ne duhet të kuptojmë është se Zoti nuk harron asnjë nga ëndrat tona. Ai i sheh ato, i dëgjon ato lutje të heshtura që bëjmë në errësirë. Ai i di dhimbjet tona, ato fjalë të pathëna që mbajmë brenda vetes. Përballë dyshimit, ne shpesh fillojmë të heqim dorë nga shpresat tona. Por Zoti na fton për të besuar, për të kuptuar se çdo derë e mbyllur mund të hapet në kohën e tij. Ajo që duket si një fund mund të jetë vetëm fillimi i një udhëtimi të ri. Kur ne pranojmë se Zoti ka një plan më të madh për ne, ne fillojmë të shohim se ëndrat tona nuk janë të humbura, por thjesht të fshehura për një moment. Mendo për Lazarin, shokun e Jezusit, i cili vdiq dhe u varros. Të gjithë menduan se ishte fundi. Por Jezusit i duhej vetëm një fjalë për të ringjallur atë. Lazar, dil jashtë. Gjoni 11:43. Kjo është ajo që Zoti dëshiron të bëjë me ëndrat tona. Ai dëshiron të therrasë ato nga varri i dyshimit dhe frikës, duke na rikthyer shpresën. Ndoshta ti ndihesh si Lazar, i varrosur në mpesha të mëdha. Por e di se Zoti është aty, duke të thirrur me dashuri. Ai dëshiron të të ndihmojë të ringjallësh ato ëndrat që ke lënë pas. Çfarë do të ndodhte nëse do të guxoje të besosh përsëri? Nëse do të hapje zemrën tënde për të pranuar atë që ai ka për ty? Mos harro se Zoti ka një plan për çdo situatë, për çdo pengesë. Ai përdor çdo moment të dhimbjes për të na formuar, për të na përgatitur për atë që do të vijë. Por ndonjëherë ne duhet të heqim dorë nga frika jonë dhe të hapim dyert e zemrës sonë për të pranuar atë që ai dëshiron të na japë. Le të mendojmë për ato ëndrat që ndoshta i kemi varrosur. A ka ndonjë ëndër që ke lënë pas? A ka ndonjë shpresë që duket se është e humbur? Zoti është aty, duke të ftuar për të besuar përsëri. Ai dëshiron të të ndihmojë të ringjallësh ato ëndrat dhe shpresat, për të hapur ato dyert që duken të mbyllura për herë. Në bllokun e ardhshëm do të flasim për identitetin ton, vlerën ton dhe gracën që na është dhënë. Si mund të kuptojmë se jemi të dashur dhe të çmuar në sytë e Zotit? Si mund të ndihmojmë veten dhe të tjerët të shohin vlerat që Zoti ka vendosur në ne? Le të zbulojmë së bashku.
Le të mendojmë për identitetin ton, vlerën ton dhe gracën që na është dhënë. Cila është ajo që na bën të veçantë në sytë e Zotit? Në këtë botë, ku shpesh ndjehemi të humbur dhe pa vlerë, është e rëndësishme të kuptojmë se Zoti na sheh ndryshe. Ai na njeh me emër dhe ai e di çdo gjë që kemi kaluar. Ai e di çdo lot që kemi derdhur, çdo moment të dhembjes dhe çdo ëndër të braktisur. Në Bibël, në Psalmistin 139:14 thuhet: Unë të falenderoj, sepse jam bërë në mënyrë të mrekullueshme, mrekullitë e tua janë të mrekullueshme, shpirti im e di shumë mirë këtë. Kjo është një e vërtetë e thellë që duhet ta mbajmë në mendje. Ne jemi krijuar me dashuri dhe qëllim. Çdo pjesë e trupit ton, çdo mendim dhe çdo emocion janë të njohura dhe të dashura për Zotin. Ai na ka dhënë vlerë të pakufishme dhe kjo vlerë nuk varet nga arritjet tona, nga opinionet e të tjerëve apo nga rrethanat tona. Por ndonjëherë ne harrojmë këtë të vërtetë. Ne lejojmë që zëri i botës të na thotë se nuk jemi të mjaftueshëm, se nuk kemi çfarë të ofrojmë. Kjo është një gënjeshtër e madhe. Zoti na thotë se jemi të dashur, se jemi të çmuar dhe se jemi të ftuar për të jetuar në gracën e Tij. Ai na ka dhënë një identitet të ri, një identitet që është i lidhur me dashurinë e Tij. Në Romakëve 8:1 lexojmë: Prandaj tani nuk ka dënim për ata që janë në Krishtin Jezus. Kjo do të thotë se ne jemi të lirë nga çdo peshë e së kaluarës sonë. Ne jemi të rinj në të. Por si mund ta zbulojmë këtë identitet dhe vlerë? Si mund ta ndihmojmë veten dhe të tjerët të shohin atë që Zoti ka vendosur në ne? E para, është e rëndësishme të kalojmë kohë në praninë e Tij. Në lutje dhe meditimin mbi fjalën e Tij, ne fillojmë të kuptojmë se sa të dashur jemi në sytë e Tij. Zoti dëshiron të na flasë drejt për drejt, të na kujtojë se ai është me ne dhe se ne nuk jemi kurrë vetëm. Ai na fton të hapim zemrat tona dhe të pranojmë gracën e Tij. E dyta, ne duhet të kujtojmë se identiteti ynë nuk është vetëm për ne. Ne jemi thirrur të ndajmë këtë dashuri dhe këtë vlerë me të tjerët. Në 1 Gjonit 4:19 thuhet: Ne e duam sepse ai na dashuroi i pari. Kur ne përjetojmë dashurinë e Zotit, ajo na motivon të duam dhe të mbështesim të tjerët. Ne jemi të thirrur të bëhemi reflektim i dashurisë së Tij në këtë botë të thyer. Dhe kështu, ndërsa vazhdojmë të eksplorojmë identitetin ton, le të kujtojmë se Zoti na ka bërë për një qëllim të madh. Ai dëshiron që ne të jemi dritë për ata që janë në errësirë. Ai dëshiron që ne të jemi dëshmitar të mirësisë dhe dashurisë së Tij. Në Mateu 5:14, Jezusi na thotë: Ju jeni drita e botës. Çfarë nderi dhe përgjegjësie është kjo? Prandaj, le të kërkojmë të kuptojmë vlerën tonë dhe identitetin tonë në Krishtin. Le të hapim zemrat tona për të pranuar gracën e Tij dhe të jemi të gatshëm të ndajmë atë dashuri me botën përreth nesh. Në bllokun e ardhshëm do të flasim për besimin dhe bindjen tonë ndaj Zotit. Si mund të qëndrojmë të qetë në mes të trazirave dhe të besojmë se ai ka një plan për ne? Le të zbulojmë së bashku. Dhurimi juaj nuk është vetëm mbështetje për këtë kanal, ndihmon në sjelljen e shpresës për dikë që lutet në heshtje sonte. Përdorni lidhjen e dhurimit në përshkrim. Në bllokun e kaluar, folëm për identitetin ton dhe vlerën që kemi në sytë e Zotit. Por tani, le të thellohemi më tej në besimin dhe bindjen tonë ndaj Tij. Si mund të qëndrojmë të qetë në mes të trazirave dhe të besojmë se ai ka një plan për ne? Kjo është një pyetje e thellë dhe përgjigjja e saj është thelbësore për çdo besimtar. Shumë herë ne përballemi me situata që na lënë të paqartë dhe të shqetësuar. Mbase je duke kaluar në një periudhë të vështirë, ku çdo ditë duket si një sfidë e re. Mbase ke humbur një punë, ose ndihesh i izoluar nga ata që do ndonjëherë, zemra jote është e ngarkuar me frikë dhe dyshim, dhe ti pyet veten: pse po ndodhin këto gjëra? Por dëgjo, Zoti e di çdo gjë për ty, ai e di dhimbjen që ke në zemrën tënde dhe dëshiron që ti të ndihesh i sigurt në besimin tënd ndaj Tij.
Në momentet kur ndihesh më i dobët, është pikërisht aty ku Zoti të fton të besosh. Ai na thot në Isaia 41:10, mos u frikëso, sepse unë jam me ty, mos u shqetëso, sepse unë jam Zoti yt. Këto fjalë janë një premtim i fuqishëm. Ai nuk na lë kur vetëm. Në çdo hap të jetës sonë, ai është aty, duke na mbështetur dhe duke na udhëhequr. Kur jemi të qetë dhe të bindur në besimin ton, ne krijojmë një hapësirë për Zotin që të veprojë. Si mund të arrijmë këtë? E para, ne duhet të mësojmë të dëgjojmë zërin e Tij. Zoti flet me ne në mënyra të ndryshme, përmes Biblës, përmes lutjeve dhe ndonjëherë përmes të tjerëve. A je ti i hapur për ta dëgjuar? A je gati të heshtesh zhurmat e botës për të dëgjuar zërin e Tij? Një shembull i bukur i bindjes është ai i Abrahamit. Ai u thirr nga Zoti për të lënë gjithçka dhe për të shkuar në një vend të panjohur. Abraham nuk e dinte se çfarë e priste, por besimi i tij ishte i palëkundur. Ai e dinte se Zoti kishte një plan dhe se çdo gjë do të funksiononte për mirë. Në momentet tona të pasigurisë, le të kujtojmë besimin e Abrahamit. Ai na mëson se ndonjëherë hapja e derës së re kërkon guximin për të lënë pas ato që njihnim. Kur qëndrojmë të qetë dhe besojmë, ne fillojmë të shohim se Zoti po punon në jetën tonë. Ai është duke na përgatitur për gjëra të mëdha. Por, a jemi ne të gatshëm të pranojmë atë që ai ka për ne? A jemi të gatshëm të jemi të bindur, edhe kur situatat duken të errëta? Besimi kërkon veprim. Ne nuk mund të jemi thjesht dëshmitar të besimit tonë, ne duhet të jemi të gatshëm të veprojmë sipas tij. Në Hebrejve 11:1 lexojmë: besimi është sigurimi i asaj që shpresojmë dhe bindja e asaj që nuk shohim. Kjo është ajo që na ndihmon të qëndrojmë të fortë në mes të stuhive. Ne besojmë se Zoti do të veprojë, edhe kur nuk e shohim atë me sy. Tani, ndërsa po flasim për besimin dhe bindjen tonë, le të mendojmë për hapin tjetër. Çfarë do të bëjmë ne me këtë besim? Si mund të shkojmë përpara, duke u mbështetur në Zotin dhe duke e lënë atë të udhëheqë jetën tonë? Në bllokun e ardhshëm, do të flasim për discernimin e hapit tonë të ardhshëm. Si mund të kuptojmë se cila është rruga që Zoti ka për ne? Le të zbulojmë së bashku se si mund të jemi të udhëhequr nga ai dhe si mund të ecim me besim në çdo hap që marrim. Por si mund të kuptojmë se cila është rruga që Zoti ka për ne? Kjo është një pyetje thelbësore që na ndihmon të ecim me besim. Të gjithë ne hasim momente të pasigurisë, kur jeta na përball me sfida dhe vendime të vështira. Ndonjëherë ndjehemi të humbur, si të ishim në një labirint duke kërkuar për një shenjë, një udhëzim. Në këto momente, është e rëndësishme të ndalojmë dhe të kërkojmë për discernimin e Zotit. Ai na thot në Jakobin 1:5, nëse ndonjë nga ju i mungon mençuria, le të kërkojë nga Zoti, që jep të gjithëve lirshëm dhe pa qortim, dhe ajo do t'i jepet. Kjo është një premtim i bukur. Ai na fton të kërkojmë mençuri dhe ai është gati ta ndihmojë. Mund të jetë e lehtë të ndihemi të frikësuar përpara vendimeve të mëdha. Por le të kujtojmë se Zoti është me ne. Ai është udhëheqësi ynë. Në Psalmin 32:8, ai thotë: unë do të udhëheq në rrugën që duhet të shkosh, do të këshilloj me syrin tim. Kjo është një fjalë e fuqishme, një premtim që na siguron se nuk jemi vetëm në këtë udhëtim. Mund të ndodhë që jemi të ngujuar nga frika ose nga dyshimi. Por le të mos harrojmë se Zoti e njeh zemrën tonë. Ai e di se çfarë na shqetëson dhe çfarë na ndalon. Në momentet e paqartësisë, ne mund të lutemi dhe t'i kërkojmë atij për udhëzim. Ai është i gatshëm të na tregojë rrugën, por ne duhet të jemi të hapur për ta dëgjuar zërin e tij. Një nga shembujt më të bukur të discernimit në Bibël është historia e Mojsiut. Ai u thirr nga Zoti për të çliruar popullin e Izraelit nga skllavëria në Egjipt. Mojsiu fillimisht ndjeu frikë dhe dyshim për aftësitë e tij. Por Zoti e siguroi atë dhe e udhëhoqi hap pas hapi. Ai i dha shenjat e nevojshme dhe forcën për të përballuar çdo sfidë.
Tani, ndoshta po pyesni veten, si mund të jemi sigurt se po e ndjek vullnetin e Zotit? Një mënyrë është të dëgjojmë me kujdes për zërin e Tij. Të lexojmë dhe të meditojmë mbi fjalën e Tij. Të lutemi me besim dhe të kërkojmë shenja. Zoti shpesh përdor rrethana, njerëz dhe ngjarje për të na udhëhequr. Mos harroni se Zoti nuk dëshiron që të jemi të ngujuar në vendime. Ai dëshiron që ne të jemi të lirë dhe të udhëhequr nga dashuria dhe besimi. Në Romakëve 8:14 lexojmë, sepse të gjithë ata që udhëhiqen nga shpirti i Perëndisë, ata janë fëmijët e Perëndisë. Kjo na tregon se kur jemi të hapur ndaj udhëheqjes së shpirtit, ne jemi në rrugën e duhur. Për të qenë të udhëhequr nga Zoti, duhet të jemi të gatshëm të dëgjojmë dhe të ndjekim. Kjo do të thotë të heqim dorë nga dëshirat tona dhe të lejojmë që ai të na tregojë rrugën. Ndonjëherë mund të na duhet të presim. Ndonjëherë mund të na duhet të jemi të durueshëm. Por e dim se çdo hap që marrim me besim na afron më afër qëllimit të Tij për ne. Tani, ndërsa po mendojmë për këtë udhëtim të besimit dhe discernimit, le të jemi të vetëdijshëm për dhuratat që Zoti na ka dhënë. Ai na ka dhënë Shpirtin e Shenjtë për të na udhëhequr dhe për të na ndihmuar të kuptojmë rrugën tonë. Le të lutemi që ai të na japë mençuri dhe forcë për të ndjekur atë që ai ka për ne. Dhe tani, ndërsa po përgatitemi për bllokun e ardhshëm, mendojmë për atë që do të thotë të kalosh përmes valeve të dhimbjes dhe formimit shpirtëror. Si ndikon kjo në jetën tonë dhe në besimin tonë? A jeni gati të zbuloni se si Zoti na formon nëpërmjet sfidave dhe dhimbjeve? Le të vazhdojmë së bashku në këtë udhëtim. Ndërsa po mendojmë për dhimbjen dhe formimin shpirtëror, është e rëndësishme të kuptojmë se çdo përvojë e vështirë që kalojmë ka një qëllim më të madh. Dhimbja ndonjëherë na ndihmon të rritemi dhe të forcohemi në besimin tonë. A e dini se Zoti përdor çdo sfidë për të na afruar më shumë me të? Ai e sheh çdo lok që derdhim dhe çdo natë të errët që kalojmë. Ai është aty duke na mbështetur dhe duke na formuar nëpërmjet çdo përvoje. Në Bibël, ne shohim shembuj të shumtë të njerëzve që kanë kaluar nëpër vale të dhimbjes. Mendoni për Jobin, një njeri që humbi gjithçka, por ende qëndroi besnik ndaj Zotit. Ai tha, edhe nëse ai më vret, unë do të shpresoj në të. Jobi 13:15. Kjo është një besim i thellë, një besim që kalon përtej dhimbjes dhe vështirësive. Jobi na tregon se ndonjëherë dhimbja është një mjet për të na formuar, për të na ndihmuar të kuptojmë se sa të fortë mund të jemi kur jemi të lidhur me Zotin. Mos harroni se Zoti është një Atë i dashur dhe ai dëshiron më të mirën për ne. Ai e di se për çfarë jemi të aftë dhe se çfarë është e nevojshme për të na formuar. Në çdo situatë, ai është duke punuar për ne, duke na udhëhequr përmes dhimbjes dhe duke na ndihmuar të rritemi. Kjo është një proces shpirtëror, një proces që kërkon kohë dhe durim. A jeni të gatshëm të kaloni përmes këtij procesi për të arritur në vendin ku Zoti dëshiron t'ju sjellë? Në çdo moment të dhimbjes, Zoti është aty për të na mbështetur. Ai na thotë, unë jam me ty, edhe kur gjithçka duket e errët. Ai na fton të besojmë në të dhe të kuptojmë se çdo dhimbje është një mundësi për të rritur besimin tonë. Ne duhet të përqafojmë dhimbjen dhe të lejojmë që ajo të na formojë. Kjo është ajo që na sjell në një nivel më të lartë të besimit dhe shpresës. Mendoni për momentet kur jeni ndjerë të humbur, kur jeni ndjerë se nuk keni asnjë shpresë. Ajo është një ndjenjë e zakonshme, por është gjithashtu një mundësi për të kërkuar Zotin më thellë. Ai e di se çdo periudhë e dhimbjes është një mundësi për të na afruar më shumë me të. Ai dëshiron që ne të kuptojmë se përmes dhimbjes, ne mund të gjejmë forcën dhe qëllimin tonë. Dhe tani, ndërsa po përgatitemi për bllokun e ardhshëm, le të mendojmë për restaurimin që ndodh brenda nesh përpara se të ndodhin ndryshime të jashtme. Zoti punon në zemrat tona për të na përgatitur për ato ndryshime që po vijnë. A jeni të gatshëm të pranoni këtë restaurim dhe të lejoni që Zoti të punojë në jetën tuaj? Le të vazhdojmë së bashku në këtë udhëtim të mrekullueshëm.
Nëse kjo lutje të forcoj, bëj një dhurim përmes lidhjes në përshkrim që ky shërbim të vazhdoj të arrijë njerëzit që ndihen të vetmuar. Por ndonjëherë, përpara se të ndodhin ndryshime të jashtme, Zoti na thotë se duhet të kalojmë një proces restaurimi të brendshëm. Ky moment i restaurimit është thelbësor, sepse ai përgatit zemrat tona për të pranuar bekimet që ai ka në mendje për ne. A jeni ndjerë ndonjëherë si një copë e thyer, si dikush që ka humbur rrugën? E di se ndjeni kështu, por dëshiroj t'ju kujtoj se Zoti është aty, duke punuar në ju, duke ju riparuar dhe duke ju restauruar. Përpara se të bëni ndonjë hap të madh, ndonjëherë duhet të ndiheni të vogla për të kuptuar se sa të mëdhenj janë qëllimet e Zotit për ju. Në librin e Ezekielit, Zoti thotë, do t'ju jap një zemër të re dhe do t'ju jap një frymë të re, Ezekieli 36:26. Kjo është një premtim i fuqishëm. Ai dëshiron të na jap një zemër të re, një zemër që është e gatshme të pranojë ndryshimin, një zemër që është e hapur për të pranuar dashurinë dhe hirin e tij. Mendoni për historinë e Davidit. Ai kaloi shumë periudha të vështira, por Zoti e përgatiti atë për të qenë mbreti i Izraelit. David ishte një bari, por Zoti e bëri atë një lider. Ai kaloi nëpër lugina të errëta, por çdo përvojë e tij e ndihmoi të formonte karakterin e tij. Çdo dhimbje, çdo sfidë ishte një pjesë e procesit të tij të restaurimit. Zoti ishte duke punuar në zemrën e tij, duke e përgatitur për atë që do të vinte. Kur jeni në një periudhë sfiduese, mund të ndiheni të vetmuar, por dëshiroj t'ju kujtoj se Zoti është me ju. Ai e sheh dhimbjen tuaj, e dëgjon lutjen tuaj dhe po punon në ju. Mos e humbni shpresën, sepse ai ka një plan për ju. Ai ka një qëllim për çdo moment të vuajtjes suaj. Çdo lot, çdo ngritje dhe çdo rënje janë pjesë e historisë suaj të restaurimit. Dhe ndonjëherë, restaurimi nuk është i lehtë. Ai kërkon kohë dhe durim. Por ju lutem, mos e humbni besimin. Zoti është duke punuar për të formuar një version më të fortë dhe më të bukur të vetvetes brenda jush. Ai dëshiron t'ju ndihmojë të shihni vlerën tuaj, të kuptoni identitetin tuaj në të dhe të pranoni hirin e tij. Mos harroni, ndryshimi i jashtëm do të vijë, por fillimi i tij është gjithmonë nga brenda. Kjo është ajo që Zoti po bën tani për ju. Ai po e riparon zemrën tuaj, po e rinovon shpirtin tuaj. A jeni të gatshëm të pranoni këtë proces? A jeni të gatshëm të lejoni që Zoti të punojë në jetën tuaj? Dhe tani, ndërsa po përgatitemi për bllokun e ardhshëm, le të mendojmë për rëndësinë e të qenit dritë për të tjerët. Pas çdo restaurimi, vjen një mundësi për të ndihmuar të tjerët të shohin dritën e Zotit në jetën e tyre. Zoti dëshiron që ju të jeni një dëshmi e fuqishme e dashurisë së tij. A jeni të gatshëm të jeni kjo dritë? Le të vazhdojmë së bashku në këtë udhëtim të mrekullueshëm. Ndërsa mendojmë për dritën që jemi të thirrur të jemi, le të rikthejmë vëmendjen tonë në atë që Zoti po na thot për rolin tonë në këtë botë. A jeni gati të bëni një ndryshim? A jeni gati të jeni dritë për ata që ndodhen në errësirë? Kjo është thirrja e tij për ju, dhe ajo është një përgjegjësi e madhe, por edhe një mundësi e jashtëzakonshme. Kur shohim në Bibël, ne gjejmë shumë shembuj të njerëzve që u bën dritë për të tjerët. Një nga ata është Josef, i cili, edhe pse përjetoi tradhti dhe vuajtje, arriti të ishte një burim shprese dhe ndihme për shumë njerëz në Egjipt. Ai e kuptoi se gjithçka që kishte kaluar kishte një qëllim më të madh. Zoti e përdori atë për të shpëtuar një kom. A jeni të gatshëm të lejoni që Zoti t'ju përdorë në një mënyrë të ngjashme? Dritë për të tjerët nënkupton të jesh një dëshmi e dashurisë së Zotit. Kjo do të thotë të jesh i pranishëm për ata që kanë nevojë, të ofrosh ndihmë dhe të jesh një burim shprese. A e dini se çdo akt i vogël i mirësisë, çdo fjalë ngushëlluese, çdo dorë ndihmuese, është një reflektim i dashurisë së Zotit? Kjo është ajo që Zoti dëshiron nga ju. Por ndonjëherë ndihmojmë të tjerët dhe harrojmë që ne vetë kemi nevojë për ndihmë. Në atë moment, kur jeni të lodhur, të shqetësuar, a e dini se Zoti është atje për t'ju mbështetur?
Ai dëshiron që ju të ndiheni të fortë për t'u bërë dritë për të tjerët. Ai po ju thotë, mos e harro veten tënde. Unë jam këtu për ty. E gjithë kjo fillon me një vendim. Një vendim për të lejuar Zotin të punojë në jetën tuaj dhe për të ecur përpara me besim. A jeni të gatshëm të bëni këtë vendim? A jeni të gatshëm të jeni dritë në errësirë? Kjo është një thirrje për të vepruar, për të qëndruar në besim dhe për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Dhe ndonjëherë, kjo do të thotë të dalësh nga zona jote e rehatisë. Zoti është duke ju thirrur të bëni një hap të guximshëm. A jeni të gatshëm të shkoni përtej vetes suaj? Të jeni dritë për ata që janë të humbur, të trishtuar, të frikësuar? Kjo është një mundësi për t'u bërë një pjesë e madhe e planit të tij të dashurisë për njerëzimin. Tani, ndërsa po mendojmë për këtë, le të kujtojmë se çdo herë që jemi dritë për të tjerët, ne gjithashtu ndihmojmë veten tonë. Çdo herë që ofrojmë dashuri, ne po e forcojmë shpirtin tonë. Ne po bëjmë një investim në jetën tonë dhe Zoti do t'ju shpërblejë për këtë. Ai do t'ju mbush me paqe dhe gëzim dhe do t'ju ndihmojë të shihni vlerën e vërtetë të jetës suaj. Dhe tani, ndërsa po përgatitemi për bllokun e fundit, le të mendojmë për fuqinë e bashkësisë. A jeni të gatshëm të jeni pjesë e një komuniteti që ndihmon dhe mbështet njëri tjetrin? A jeni të gatshëm të ndani dritën tuaj me të tjerët dhe të krijoni një atmosferë të dashurisë dhe mbështetjes? Kjo është ajo që Zoti dëshiron nga ne, të jemi një dritë që ndriçon errësirën e botës së bashku. Le të vazhdojmë të eksplorojmë këtë thirrje të mrekullueshme që na është dhënë. Kthe këtë moment në dashuri në veprim, dhuro tani përmes linkut në përshkrim dhe ndihmo këtë mesazh të arrijë dikë që është afër dorëzimit. Ndërsa po mbyllim këtë udhëtim të mrekullueshëm, le të rikujtojmë fuqinë e bashkësisë që kemi ndërtuar së bashku. A jeni të gatshëm të pranoni bekimin që Zoti ka për ju? A jeni të gatshëm të jeni pjesë e diçkaje më të madhe se vetja juaj? Zoti ju thërret jo vetëm për të ndriçuar jetën tuaj, por edhe për të qenë dritë për ata që ju rrethojnë. Në Bibël, ne shohim shembuj të shumtë të njerëzve që u bën dritë për të tjerët. Mendoni për Mojsiun që udhëhoqi popullin e tij nga skllavëria drejt lirisë. Ai ishte një dritë në errësirë, një shpresë për ata që ishin të dëshpëruar. Zoti e përdori atë për të sjellë shpëtim dhe për të ndihmuar të tjerët të gjejnë rrugën e tyre. Po ashtu, secili prej nesh ka një rol në këtë histori të madhe. Zoti ju fton që të jeni një dritë që ndriçon errësirën e botës. Ajo që ju keni përjetuar, dhimbjet dhe gëzimet tuaja, janë pjesë e planit të tij për të ndihmuar të tjerët. Çdo herë që ndani historinë tuaj, ju jeni duke sjellë shpresë te ata që ndihen të humbur. Çdo herë që ofroni një dorë ndihme, ju jeni duke ndryshuar jetën e dikujt tjetër. Mos harroni se jeni të thirrur të jeni një pjesë e një komuniteti që mbështet dhe ndihmon njëri tjetrin. Në Hebrejnë 10:24-25 na thuhet, le të kujdesemi për njëri tjetrin, duke u nxitur në dashuri dhe vepra të mira, duke mos lënë pas dore mbledhjet tona, siç është zakoni disa, por duke inkurajuar njëri tjetrin, aq më tepër sa e shihni se dita po afron. Kjo është thirrja e Zotit për ne, të mbështesim dhe të inkurajojmë njëri tjetrin. Dhe tani, ndërsa po mbyllim këtë mesazh, le të lutemi së bashku. Le të kërkojmë që Zoti të na ndihmojë të jemi dritë për të tjerët, që të na japë guximin për të ndarë dashurinë e tij. Le të lutemi për ata që ndihen të humbur dhe të dëshpëruar, që ata të gjejnë shpresë dhe ngushëllim në ne. Mund të ndiheni të lodhur, të frikësuar ose të paqartë për të ardhmen tuaj. Por, e dini çfarë? Zoti është me ju. Ai ka një plan të mrekullueshëm për jetën tuaj. Ai dëshiron që ju të jeni pjesë e një komuniteti që ndihmon dhe mbështet njëri tjetrin. Ai dëshiron që ju të ndihmoni të tjerët, siç ai ju ka ndihmuar juve. Le të përfundojmë me një bekim për ju. Zoti ju bekoft dhe ju jap forcë për të vazhduar këtë rrugëtim. Le të jeni dritë për të tjerët dhe le të ndihmojmë njëri tjetrin të ecim në besim dhe dashuri.
Dhe tani, juftoj të ndani mendimet tuaja në komente, të regjistroheni për më shumë mesazhe si ky, dhe të ndani këtë video me ata që mund të kenë nevojë për dritën tuaj. Zoti ju bekoft.